ky ajet është sikur se shumë ajete tjera ku Allahu xhalla xhelaluhu komunikon me një kategori të posaçme të robërve të tij për një informatë të posaçme që ata i shpije në një nivel të posaçëm. Do më thonë, fillimisht komplet thirrja është e veçantë, është e mbushur me nuanca të privilegjit, është e mbushur me nuanca të dashurisë dhe kujdesit të veçantë, nga se në kuadër të emërtimeve që ne si rob i meritojmë, mendoj që ky do të ishte ndoshta emri i fundit që meritojmë të thirrem me të. Ne si njerëz meritojmë shumë emra të tjerë, spaku nga Zoti xhallal xhelalu, jo në ndërsjellët. Na duhet të kujdesemi si po thirremi, për shkak se duhet respekt, duhet kujdes, mos më lëndu tjetrin. Por Zoti ka dhe me na thirr o gjunaçar, o shkret, o çysh dush, për shkak se ajo është Zoti, ajo është i përkryer, ne ne meritojmë. Po, andaj mendoj që në kuadër të emrave që meritojmë, me ta vendos listën edhe të emrave, me cilën ti për shembull mendon se kishe më uftu tamam kështu çuçi meriton, mendoj që emri besimit do të ishte i fundit. Për shkak se besimi është nder dhe privilegj që Allahu nuk i jap gjithë kujt. Prandaj Allahu te barë të fillimisht para sa më na thirr, na rikujton për begatin e emrit që na ka dhënë. Edhe Allahu ka thonë, a ju ka quajtur musliman. Është emërtim që Allahu na ka dhënë. A ju ka quajtur musliman. Dhe ky emërtim është nder për neve. A ke pa për shembull i ndanum hoj përpara kur ka koni farani pak më ndryshe, jo bash sot, po Allah na përmirësoft. Don kur ka lindi fëmijë, baba i madh, gjyshi ose hoxha që kanë der ti që më gjitë emrin. Edhe tani jetën thëshin atë kur ta kanë gjitë emrin ty bra. Apo thon, në kuptimin e asaj se domthon ti kujdes çfarë emri po bën dhe kur ta kanë gjitë emrin. Ishte dyqysh emërtimi, domthon autoriteti që ta ka dhënë emrin, ishte dyqysh një farë mbikëqyrësi i vazhdueshëm edhe për sjelljet e tua. Sakt. Për faktin se ta kanë gjitë emrin filoni, u kon filonit ka mbajtur pra. Pa më së korrekt emrin që ta ka përzgjedhë atë edhe. Tash në këtë kuadër tush kush më ka dhënë këtë emër? Zoti i gjithësisë. Allahu te bareku teala. Don çka kumbone që me më hapa i këtë emër. Don çka unë tu skombo korjun absolutisht. Allah. Ai më ka këtë emër. Kur thush pastaj mirë, ai më pason këtë emër. Përveç me kujtë ka këtë emër. E kishë veç më të mirë, pejgamberëve, devotshmëve, sinqertëve. Don realisht mahnitesh nga ky kujdes hynor. Mahnitesh nga kjo përgdhelje, apo thosh mirë, ai më ngjitun se kom meritu. Po hajt kujt tjetër pas kanë gjitë që të amë njëjtë si mu, është që këtë më të mirët e më të mirëve, elita e elitarëve, të përzgjedhurve. Kjo prapë bën më mahnit, apo sigurisht. Pastaj për shembull, e shikon në kuadër të vijeve të komunikimit me Allahun e mënduar, shtigjeve që ne komunikojmë me të shumë të aftën. Cila është e më e shenjtë, më e mira, besimi, e dën atë më shumti. Do nuk të ka thirr për shkak atë që më përmend, atë që për shembull kërkon për me, atë ka shumë mënyra që na me Allahun komunikojmë, që mund ta marrim emrin. E ka përgjithë më dashur besimi. Madje besimi është kupulla e të gjithave. Kështu që është një nismë interesante, domethënë që të vendos para një realiteti që shpesh ndoshta nuk e njohim veten tonë kushimin e realisht. Mund ta përbuzim në çmojmë veten tonë. Mundim nga njëra edhe fatkeqësisht ta përdosim dinjitetin tonë si pasojë e ndonjë mangësie materiale, ndërsa jemi të pasur me besim. Ndërsa jemi të pasur me këtë nder që Allah na ka dhënë. Nga njëherë dikur për shembull nuk të jap një pozitë që ti meriton. Dikur për shembull ndoshta mund me të shkel dikun. Atë mendon se ç'ka kanë apo. Në që kjo çështje e besimit është gjithmonë që të mëna e përsi. Nuk ka kusht për ulmo, nuk ka kusht nënçmon mua. Meq unë të kam ngrit, meq unë të kam emërtu, meq unë të kam përzgjedh, kjo është tash e mjaftueshme për gjitha të tjera që ndoshta nuk mund ta gëzosh të njëjtin respekt, të njëjtin trajtim sikurse e ke gëzuar nga ana ime. Prandaj çështja e thirrjes në emër të besimit është më të vërtetë çështje që më së pari të mbush dashni për Zotin, të mbush madhnim për të mbush një parulë të veçantë, të mbush një komunikim të veçantë e kështu me radhë sikurse e përmenda.